Është debat i madh sot për inteligjencën artificiale. Pra, bota që bën çdo ditë vetëm këtë debat, sigurisht po ndahet në dy pjesë. Një pjesë që mendojnë që inteligjenca artificiale e dëmton njeriu, edhe rrezikon rasën njerëzore. Një pjesë si puna ime që mendojnë që sa më shpejt vi kjo ditë aq më mirë, sepse inteligjenca artificiale nuk kanë mend ta zëvendësojë njeriu, nuk kanë mend ta zhdukë specien ton, por përkundrazi ka vetëm një qëllim, të na shërbejë më mirë. Po marr një rast. Besoj se shumë shpejt, 10 vjet, 15 vjet, askush mos rëmë që kjo do ndodhi nesër. Shumë qytete të botës, përfshi Bashkinë e Tiranës, mund drejtohen nga inteligjenca artificiale, e cila mund të jetë një aplikacion i thjeshtë, që secili nga ne ka në celularin e vet, e shtyp, kërkon aty shërbimet që ka nevojë, edhe ai aplikacion ja ofron. Por për më shumë se kaq. Në një bashkia nuk është një akademi, ajo ka nevojë për punëtor. Pra njerëz pastrojnë qytetin, që drejtojnë qytetin, që drejtojnë trafikun, që mbledhin plerat, që bëjnë punë, që mbjellin lulishte e ku nuk është çfarë. Ky aplikacion këta njerëz nuk mund të drejtojë. Por ky aplikacion, pra aplikacioni i Bashkisë së Tiranës, vetëm për 20-30 vjet, mund të drejtojë çfarë? Një ushtri të madhe robotësh, humanoid, si quhen ata, që po prodhohen sot, të cilët do jenë punojësit e bashkisë. Këta zëvendësojnë punëtorët e pastrimit, policët, punëtorët e komunales, pra ata njerëz që rregullojnë sot pallatet tona, çezmat, ujësillsat, edhe gjithçka tjetër. Çfarë do bëjë kjo ushtri i robotësh? Ta shërbejnë më mirë. Ne do paguajmë taksa për atë. Ose do paguajmë shumë më pak se sot. Sepse një robot, në krahasim me një punëtor pastrimi, që vjen çdo natë të lagja, ndoshta i derën në disa raste për fat keq, apo i lodhur nga një tmerr